Kemi ndikimet nga më pozitivet, përsa përket kësaj jave, mbas 10 vitesh që kemi Jupiterin që shkon në gafore. Ka një ndikim shumë të madh në fushën ekonomike financiare, ka ndryshime që do të bëhen tani e tutje, ku shumë gjëra, sepse kemi dhe hënën e plot, që është në Shqiptar, në ditën e mërkur, ku ngjyros gjithë javën, jep mundësi, rëndësi në kohën e dur dhe fillimet e reja të zjarta në fushën e dashurisë. Gjithashtu lidhjet me probleme, ose ato që u nisën në datën 27 maj, është vazhdimësia tani për të përfunduar që është, sepse kemi thënë, hënë të re, nisim gjëra të mëdha, ose shkëmbime unazash, ose marrën një dokumentacion, ose shtëpi, blere, pas tani e mobilojmë shtëpin, pra e plotësojmë dëshira dhe gjërat tona që duan, dhe sa të vi përsëri hënë e re. Është ndikim dhe i favorizim shumë i madh përsa përket pikërisht kësaj jave. Gjithashtu kemi dhe këndin marsoran, na bën pak të kujdesim në çështje financiare. Nuk na le sepse vërtet mund kemi lek në përduar ose kemi mundësi, domethënë që neve mund bëjmë diçka. Edhe kjo do të thotë që ki kujdes, sepse atë që të duhet për pasnesër, mos e merr. Merr atë që të duhet sot për sot. Edhe ke një avantazh për të ardhmen, sepse aty ku e blen sot me 5 lekë, nëse mund të jetë me 3 lekë, pse ta marrësh 5, pra këtë të jep mundësinë, pra ky ndikimi marsit me uranin. Është një diçka shumë pozitive dhe favorizim ekonomike